Kjo javë është e mbushur me aktivitetet e klubi Shumë Sportësh. Vitin e kaluar ne ishim fitues të Ligës Unike. Si vjet do të startonim si vitin e kaluar përsëri për Ligën Unike. Unë mendua që kjo ligë do të bëjë në Kosovë me sistem grumullimi. 2 ditët e fundit është marrë vendimi që duhet të startojmë përsëri si vitin e kaluar me sistemin vajtëardhje dhe për të kapur ritmin duhet të bëjmë 2 ndeshje këtë javë. Startojmë ditën e nesërme në orën 5 me Pejën. Ditën e premte kemi ndeshje me Prishtinën përsëri në orën 5. Siç e thash edhe më parë, kjo javë është e mbushur me aktivitete. Ditën e shtunë, si çdo vit, në Vlorë organizohet Nata e Kampionëve. Federata Shqiptare e Kickboksit e organizon përsëri në Vlorë këtë aktivitet. Marrin pjesë kampion nga vende të ndryshme të botës. Është një ditë që do jetë e mbushur me spektakël dhe me emocion. Kemi Kupën e Republikës në volejboll për femra, që jemi pretendentët kryesor për ta marrë këtë Kupë Republike, zhvillohet në Rëshen. Trajneri i ekipit Shpëtim Abedini ka punuar fort për këtë Kupë. Ka vite që kjo Kupë nuk ka ardhur në Vlorë, jemi të entuziazmuar, kemi punuar që kjo Kupë, pse jo, mbas kaq vitesh të vinë në Vlorë. Ekipi i volejbollit ka ndryshuar, në përbërjen e tij ka 3 lojtare të huaja, 3 lojtare amerikane, dhe mendojmë që patjetër kjo Kupë do vinë në Vlorë. Flasim duke ndalë pak të Liga Unike me që jemi shumë shpejt. Peja fillimisht dhe më pas Prishtina. Ndoshta flasim për 2 nga ekipet më të forta të ligës? Atëherë të 3 ekipet e Kosovës janë shumë mira. Në përbërjen e tyre kanë lojtare shumë mira amerikane. Kanë objektivin e tyre kryesor, ndoshta ne kemi objektivin kryesor tonin të parin dalim kampion kombëtar. Ata objektivin e tyre këtë vit kanë synojnë Ligën Unike. Dhe Peja vjen me fort se vitin e kaluar. Në Kosovë kanë startuar me kampionatin kombëtar, janë në vend të parë, i kanë rahur të gjitha ekipet në Kosovë, kanë një shkëputje në tabelën e klasifikimit. Dhe nuk mendoj që kemi një ndeshje nesër që është e lehtë, është një ndeshje e vështirë, ndeshje rivalësh. Si asnjëherë do bëj përsëri atë thirrjen që e bëj për tifozat vlonjat, të vinë, të mbushin shkallët e Pallatit Sportit, ta mbështesim ato entuziazmin e tyre ekipin e vajzave dhe mendoj që do bëjmë më të mirën edhe nesër.